Nderuar të Radio Televizionit të Besa, kudo që jeni mirë mbrëma dhe mirë se vini në intervistën e javës. Sonte në kuadër të intervistës javës kemi të ftuar drejtorin e drejtorisë arsimit në komunën e Prizrenit, profesor Dr. Zedin Shemsedinin. Bashkërisht do të bisedojmë për të gjitha angazhimet, punët, fillimin e mbarë të gjysmëvjetorit të dytë, më pastaj për çështjen e bursave, për çështjen e udhëtimit, për çështjen e objekteve të cilat pritet të prurohen brenda këtij viti kalendarik dhe të tjerat. Megjithatë, veç e veç për të gjitha këto sonte me ne dhe me ju, pra profesor Dr. Zedin Shemsedini. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë. Sonte bashkërisht do të bisedojmë pak për punën e angazhimit me cilin natyrisht po e bën pikërisht Drejtoria e Arsimit këtu në Prizren. Fillimisht do të nisnim me këtë bashkëbisedim me fillimin e gjysmëvjetorit të dytë në komunën e Prizrenit, cilat kanë qenë, do të thotë, nismat, cilat kanë qenë sukseset dhe sfidat. Po, si që dini, këtë vit, pra gjysmëvjetori i dytë në të Republikën e Kosovës filloi pak me vonesë, për shkak të motit të ligë që ishte, pra këtë vit patëm një mot bukur me temperaturat të ulta, por edhe në komunën e Prizrenit në gjitha shkollat filloi gjysmëvjetori i dytë. Natyrisht për shkak të motit, pra në temperatura shumë të ulta, patëm pak vështësi në fillim, por kjo, sipas mendimit tim, pak a shumë është e natyrshme, me që në 108 objekte shkollore, vetëm ditën e parë, 2 shkolla nuk patën filluar mësimin, natyrisht e nesërmën edhe ato filluan, për shkak se kishin disa probleme me nxehtësinë qendrore, por drejtorët e shkollave, në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit, patëm ndërmarrë masa që edhe ato shkolla sa më shpejt të fillojnë dhe filloi pra në tërë komunën e Prizrenit, në gjitha objektet shkollore, filloi edhe gjysmëvjetori i dytë i këtij viti shkollor. Profesor, kur bisedojmë për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë dhe për natyrisht për sfidat e përgjithshme në nivel vendi, nuk kanë qenë vetëm për komunën e Prizrenit, sepse temperaturat ishin në nivel vendi. Tani më kemi njoftime se komuna e Prizrenit vazhdon një nga kërkesat thuaç imediate të punëtorëve të arsimit ta plotësojë, ato janë pagesat e udhëtimit të mësimdhënësve, por me sa kom një uri se diçka e tillë tani në Prizren po lëvizjen e të mirë edhe të udhëtimit të nxënësve që janë me nevojat specifike ose me nevojat e veçanta. Po, si vitet e mëparshme, po ashtu edhe këtë vit, për gjithë arsimtarët që janë udhëtar, edhe për nxënësit që udhëtojnë, natyrisht është organizuar udhëtimi dhe për gjithë këta paguhet udhëtimi. Domethënë, edhe për këtë vit është ndarë buxheti për pagesën e udhëtimit edhe të mësimdhënësve, edhe të nxënësve, që udhëtojnë pra për shkak të kushteve specifike. Natyrisht që këtu për nxënësit është marrë parasysh largësia prej fshatit deri në shkollë që të jetë sipas rregullar, sipas dispozitave ligjore. Dhe në gjitha ato fshatra ku largësia është në përputhshmëri me dispozitat ligjore, është organizuar udhëtimi falas. Po, kemi njoftime tani më se është koha dhe një vit kalendarik i ri fillon dhe ka kësaj natyrisht drejtoria juaj vazhdimisht ka qenë në ndihmë të studentëve dhe nxënësve. Si vjet çfarë po ndodh me çështjen e bursave dhe kur pritet që ato të paraqitet konkursi për bursat të studentëve dhe të nxënësve? Vitin e kaluar, Drejtoria Komunale e Arsimit ka pas një fond prej 50.000 euroje, ku 40.000 euro janë para pa për bursa, për domethënë 80 bursa, nga 500 euro natyrisht, dhe 10.000 euro që janë para pa vitin e kaluar për nxënës, domethënë bursa po ashtu për nxënës të dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës. Po këtë vit, numri i bursave është rrit dhe këtë vit pra do të ndajmë 100 bursa, natyrisht nga lartësia do të jetë 500 euro, 500 euro, dërsa për nxënës, varësisht për numrit të nxënësve që do të emërohen, domethënë nxënës që janë të familjes së dëshmorëve, edhe familjes domethënë të invalidëve të luftës, varësisht për numrit të tyre edhe do të ndajnë bursa. Mund të jetë, për shembull,
200-250 euro, kështu më radhë. Kur flasim për të gjitha këto, në fakt ka pasur raste kur ka pasur edhe mësimdhënës që dhe në televizionin Besa kanë ardhur për ngritur në çështjet ose për të ngritur problemet e natyrave të ndryshme lidhur me disa borxhe të ish mësimdhënësve ose edhe mësimdhënësve aktual, të cilët kanë punuar por që nuk kanë arritur t'i marrin në fakt të pagat e tyre ose me ditjet e tyre të caktuara. Si vjet kjo gjë, me sa të kam uri këtë punë, keni filluar ta parashtërni ndryshe dhe keni po mjete të caktuara për të rikthyer, do thotë, atë borxh mësimdhënësve të caktuar. Po, ashtu është. Një numër i konsiderueshëm i arsimtarëve kanë punuar, domethënë, në shkolla të ndryshme, edhe atë prej vitit 2013, 2014, 2015 dhe në vitin 2016, dhe unë kam trashëguar për nga këto vite një borxh ndaj mësimdhënësve që kanë kryer punën e tyre natyrisht, diku ka qenë rreth 158.000 euro. Dhe natyrisht që kemi bërë përpjekje vitin e kaluar edhe në Ministritë të Financave edhe në Ministritë të Arsimit, që këtyre arsimtarëve, me që natyrisht ju takon, kanë kryer punën e tyre me nder, që t'ju paguhet ky borxh, pra natyrisht të janë paga të tyre, qoftë honorar apo paga të rregullta që nuk kanë mund të hyjnë në sistem, dhe që janë, domethënë, borxhe të mbetur nga vitet e mëparshme, dhe në dhjetor të vitit kaluar, pra në dhjetor të vitit 2016, gjithë të arsimtarë i kanë marrë gjithë pagat e tyre të mbetura nga vitet e mëparshme. Profesor, kur jemi tek këto probleme ose tek çështjet e pagave, çështjet në fakt, ne kemi qenë dëshmitar të një rasti kur u patënara disa mësimdhënës të shkollës mesme ekonomike, Ymer Prizreni, me hallën e tyre për faktin se ishin menjanuar nga lista e pagave. Çfarë po ndodh me ata, sepse ai ishte numër i konsideruar i mësimdhënësve që kishin një përvojë jashtëzakonisht të gjatë, një përvojë mësimore, dhe që në fakt edhe vazhdojnë të punonin ende. Është e vërtet, janë në 39 mësimdhënës në shkollën e mesme ekonomike, që kemi pas probleme dhe vitin e kaluar me pagat e tyre, me që ma herët, domethënë diku në vitin 2015, është nënshkruar një memorandum në mes të Prizrenit dhe Ministrisë së Arsimit. Këtu ka qenë shkaku, domethënë, që këto norma mësimore me paga kanë kaluar në shkollën e kompetencës. Mirë, po natyrisht që shkolla kompetencës çdo vit duke u rrit, atëherë natyrisht që aty janë punësuar punëtorë tjerë dhe lindi pra problemi që këta 39 mësimdhënës të mbesin pa paga. Me që u paraqit ky problem vitin e kaluar, që është në muajin tetor, atë së bashku me kryetarin e komunës, ishim në një vizitë të Ministri i Arsimit dhe këtë problem ne kemi zgjidhur, mirë po vetëm për deri në dhjetor të vitit 2016. Dhe përsëri ky problem u paraqit tani edhe në janar të vitit 2017, për shkak se gjatë aprovimit të buxhetit rubrikan nuk kanë kaluar këto norma me buxhet në drejtorinë komunale të arsimit, por buxheti ka ngel i njëjtë si në vitin 2016. Pra ne kemi pas edhe gjatë muajit janar, po edhe gjatë muajit shkurt, pra fillimi këto ditë, kemi pas një aktivitet edhe kryetari i komunës, Ramada Muja, edhe unë kemi pas disa takime në ministri, ndërsa kryetari i komunës Ramada Muja ka pas të ditë takim edhe me Ministrin e Financave, edhe me Ministrin e Arsimit, dhe kjo, domethënë, këta mësimdhënës që punojnë në shkollën e mesme ekonomike, natyrisht i ka normat e tyre, janë mësimdhënës të vjetër, disa ka që punojnë edhe 30 vite, kështu që atyre paga do t'ju paguhen. Ata nuk do të mbesin pa paga. Domethënë, këtu është bë, them, një lëshim gjatë aprovimit të buxhetit për vitin 2017. Mirë po, me riqikim të buxhetit, këto do të kryet, to paga do të kalojnë
në me thanë në bugjetin e drejtorisë të arsimit, përkatësisht në bugjetin e shkollës mesme ekonomike, dhe po deri atëherë këta mësimdhënës pra do t'i marrin pagat e rregullta. Profesor, po a nuk mund të zavendësohen ato 39 të norma në një formë tjetër të bëhet vend spaku në aspektin e normativ mësimdhënësve të kësaj shkolle? Po nuk mund të bëhet diku tjetër për shkak se këta mësimdhënës janë mësimdhënës të rregullt në këtë shkollë edhe i kanë natyrisht normat e tyre, i kanë orët e tyre dhe nuk mund të bartën këta të themi në shkollë të kompetencës apo diku tjetër. Po aty ka qenë problemi me sa duket pikërisht ata kur është hapur shkolla kompetencës, më së është bërë problemi i kësaj natyre me këtë norma. Po nuk ata nuk mund të bartën se nëse për shembull mendojmë në atë mënyrë që këta të bartën diku tjetër, atë duhet të mbyllet shkolla mesme ekonomike. Ana si jemi të interesuar me mbyll shkollën mesme ekonomike se këta jo që janë të pa norma, po themi pa punë, këta gjithi ka normat e plota, kanë kontratat e rregullta, kontratat, domethënë shumë vjeçare, kontratat e rregullta, prandaj një iniciativë e tillë mund të vjen shpreh vetëm nëse mbyllet, mirë po as Ministria e Arsimit, as ne nuk kemi të interesuar me mbyll shkollën mesme ekonomike. Na jemi të interesuar me avansu, po ashtu edhe Ministria e Arsimit, ne si detyri komunale e arsimit, jemi të interesuar edhe më shumë me avansu atë shkollë e jo që të mbyllet. Ka edhe një problem tjetër tani me cilin natyrisht edhe mediat po shkruajnë fjalash për emërimin e drejtorëve. E dim se tani Komuna e Prizrenit ka marrë një vendim se kompetencat e përzgjedhjes të drejtorëve nuk janë më kompetencat të DK-s, por janë kompetenca në fakt direkt komunës dhe personelit. Çfarë po ndodh me këtë çështje? Sipas informatave që kam, konkursi ka qenë më herët për drejtor të disa shkollave që nuk janë zgjedhur drejtorët. Kemi edhe ushtrues të detyrës së drejtorëve, ndërsa disa drejtorë edhe pse ju kanë kaluar mandati ende janë drejtorë. Mirë po, zyra e personelit, përkatësisht komuna, ka shpallë shumë më herët konkursin, edhe sipas informatave që kam, edhe janë kryer intervistat me kandidatët që kanë aplikuar për drejtor dhe pritet këto ditë që të zgjidhet përfundimisht pra të bëhet zgjedhja e drejtorëve në për këto shkolla. Në këtë raport, çfarë raportesh ka drejtori i DK-s me drejtorët përkatës së shkolla? Po, në Prizren, pra komuna e Prizrenit është vetmja komunë në Republikën e Kosovës që Drejtoria Komunale e Arsimit nuk ka qasje në zgjedhjen e drejtorëve. Zgjedhjen e drejtorëve e bën zyra e personelit, përkatësisht. Po përgjithësi kujt i japin drejtorët përkatës? Po përgjithësi të themi drejtorisë komunale të arsimit duhet të japin, mirë po se ne bashkëpunojmë, domethënë Drejtoria Komunale e Arsimit bashkëpunojmë me ata drejtorë dhe natyrisht që së bashku duhet të punojmë në mënyrë që gjitha problemet që paraqiten për shkolla. Aftohet drejtori konkretisht ju, aftoheni në pranimin e konkursit? Në pranimin e drejtorit nuk ftohen. Në përzgjedhjen e drejtorëve nuk ftohen fare. Natyrisht që ftohen vetëm atëherë kur bëhet zgjedhja e drejtorëve, sa për të njohur me drejtorët e ri. A mendoni se kjo formë e ndihmon në përgjithësi arsimin ose apo në fakt ka shkakton ndonjë çapitje ose ngecje në këtë drejtim? Unë mendoj që kjo formë nuk e ndihmon arsimin, me që po them se në gjitha komunat tjera të Republikës Kosovës zgjedhja bëhet nga Drejtoria Komunale e Arsimit dhe kjo zgjedhje nga zyra e personelit nga komuna, mendoj që nuk e ndihmon arsimin. Nuk kemi them pengesa ku me di çfarë, mirë po ma mirë kishte me qenë që sikur në gjitha komunat tjera, po ashtu në komunën e Prizrenit, për zgjedhja e drejtorëve të bëhet nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Problemi
njëri nga problemet natyrisht tani më është duket se Prizreni gati është në përfundim të çështjes së mundësisë së hapjes së të gjitha shkollave të reja ose objekteve të reja me objekte të reja në gjitha shkollat, qofshin fshatra ose brenda vetë qytetit. Brenda këtij viti çfarë pritet në këtë drejtim të bëjë drejtoria juaj? Brenda këtij viti Drejtoria Komunale e Arsimit ka shumë projekte të ndërtimit të shkollave. Natyrisht që disa shkolla ndërtohen nga tyrat vetanake, domethënë nga buxheti i komunës, po disa shkolla kemi për shembull që ndërtohen nga buxheti i Ministrisë Arsimit. Natyrisht që buxheti i komunal nuk është i mjaftueshëm që brenda një viti të filloj një shkollë dhe të përfundoj, por ajo është përcaktuar në faza, domethënë fillon faza e parë këtë vit, mandej kalon në fazën e dytë edhe dikur në fazën e tretë mas shumë të i përfundojnë shkollës së ndërtuari. Edhe këtë vit edhe nga komuna, nga tyrat, pra nga buxheti i komunës, kemi para pa të ndërtohet një qerdhe fëmijëve. Kjo qerdhe fëmijëve do të ndërtohet në lokacionin e shkollës fillore Lek Dugagjini, ndërsa kemi para pa ndërtimin e shkollës në Planjan, po ashtu do të ndërtohet shkolla e re e muzikës. Kjo është natyrisht nga Ministria e Arsimit, po ashtu do të ndërtohet një qerdhe e fëmijëve bukur e madhe edhe ajo në lagjën Bajram Curri. Dhe kemi shumë projekte tjera, natyrisht që është edhe projekti tjetër për ndërtimin e gjimnazit Remzia Demaj, domethënë një shkollë e re për këtë gjimnaz. Dhe kemi shumë projekte tjera që janë filluar viteve të më pashme, këtë vit, domethënë pritet disa prej tyre të përfundojnë. Ka pasur një suficit për dy shkolla në fakt, për shkollën e Landovicës dhe shkollën e Mazrekut. A pritet që spaku për vitin 2018 që ai buxhet të rikthehet për të ndërtuar këto dy shkolla? Pritet që edhe për këto shkolla, pra është para pa, në vitet në Landovicë dhe Mazrek, në vitin 2018, se kemi pra pravimin e buxhetit për 2017, 2018, 2019, kështu që në këto shkolla, sikur në shkolla tjera, pritet që shumë punë të përfundojnë. Një prej tyre për shembull e kemi këto ditë veç presim edhe për urimin e shkollës në Gjonaj, që është përfundu, që është vitin e kaluar është përfundu, mirë po kemi një problem që edhe atë du të zgjidhim, për shkak se nxënësit nga lagja e poshtme e fshatit Gjonaj për të shkuar në objektin e tyre shkollor, do të kalojnë rrugës e cila për nxënësit paraqet rrezikshmëri. Kështu që ne kemi para pa që të ndërtojmë një stazh, vetëm për nxënës, një stazh matë që ka dënë për një martë të vogël, do më thënë me njerë mbi fshatin Gjonaj. Jo në rrugë, po të suport, jetë sa ma shkurtër ajo. Stazh sa ma shkurtër e veçantë vetëm për nxënës për të arritë në shkollë që mos të jenë të rrezikuar nga komunikacioni. Po, profesor, kur jemi duke biseduar në fakt ka një lloj kërkesë ose një lloj pyetje të disa nga qytetarëve, problemi po ndodh se ndoshta me vite po duhet presin për shembull mësimdhënësit që kanë mbulesa. Kur do të rikthehet kjo? Jo vetëm në Prizren, kjo nuk ka problemi përgjithshëm në Kosovë, është nuk veç për komunën e Prizrenit për rastet e këtilla. Po ky është problemi përgjithshëm pra në gjithë Republikën e Kosovës, se natyrisht që deri me tash nuk kemi ndonjë ligj të veçantë apo udhëzim të veçantë që ka sjell Ministria e Arsimit për këto raste. Pra ne me siguri që ne detyrohet domethënë komunat të arsimit do të paraqesim këtë rast e Ministrisë të Arsimit, këto raste, se kjo nuk është vetëm në Prizren, po është edhe në komunat tjera, në nivel vendi. Pra ne
Shpresoj që Ministeria e Arsimit duhet të merë ndonjë vendim edhe të bjerë, domethënë ndonjë udhëzim administrativ apo ndonjë rregullore të veçantë apo diçka se si të trajtohet këtë rast. Kur flasim për çështjet e mësimdhënësve pas borxheve të kthyer që thatë për ata që kanë punuar, në fakt tani më çfarë obligimesh ka drejtoria ndaj një arsimi cilësor, sepse profesor, sa i përket problemit përgjithshëm në nivel vendi, me PISA nuk u treguar shumë e suksesshme Kosova. Po, arsimi pra pas këtij mos suksesi të rezultatit PISA, natyrisht nuk ka qenë shqetësuar vetëm Ministri i Arsimit, por ky shqetësim është në nivel të gjithë qeverisë së shtetit, dhe qeveria së bashku me, domethënë të qeveria dhe Ministria e Arsimit, problemin e arsimit pra ka paraqitur si problem prioritar, domethënë që do të ketë arsimi prioritet të madh. Dhe qysh tash pra kemi ndërmarr mjaft hapa të themi për përmirësimin e kësaj gjendje, edhe pse testi tjetër do të marrë vitin 2018. Mirë, po qysh tash jemi tu përgatit për atë test. Ne këto javën e kaluar në të vërtet gjatë pushimit, gjatë vikendit, shtunën dhe të dielën, kemi pas një seminar në Durrës lidhur me analizën e rezultatit PISA, ku kemi shqyrtuar, ku kemi debatuar se cilat kanë qenë shkaqet se pse ne si shtet të kemi aq rezultate të ulët. Prandaj 2 ditë është debatuar në Durrës në Shqipëri pra lidhur me këto rezultate. Dhe natyrisht do të mirën hapa të mëtejshëm që ky rezultat, domethënë në testin e ardhshëm do të përmirësohet, por nga analiza, nga debati që është bërë në Durrës, është pa që ka mjaft shkaqe të ndryshme, arsye të ndryshme se pse për shembull kemi një rezultat të tillë. Pse kemi pas një rezultat të tillë të dobët. Edhe pse disa prej arsyeve, megjithatë që janë paraqitur në këtë debat, nuk mund të justifikojnë këtë rezultat të dobët. Një prej arsyeve është përmend që ne natyrisht edhe para lufte e dim se arsimi është zhvilluar në shtëpia private, kemi pas kushte të vështira. Mandej gjatë luftës patëm të shkatruar totalisht tërë shtetin, domethënë edhe shkollat i kishim pasur të gjitha të shkatruara dhe pësuam pra një shkatrim total. Kështu ka pas njëjtën gjë për shembull në Gjermania në luftën e dytë botërore. Edhe Gjermania si shtet tek mas 15 vite të themi ka ardhur në këmbë veta sa i përket arsimit. Edhe ne po bën 17 vite, edhe ne tash duhet së paku të jemi në këmbë tona, domethënë të jemi ma mirë të përmirësojmë rezultatet e arsimit në testin PISA. Po, kur flasim për çështjen e rezultatit, sa jeni të kënaqur me vizitat që i keni bërë në rezultatin e treguar në gjysmëvjetorin e parë dhe natyrisht tani me notimet e gjysmëvjetorit të dytë, sa jeni të kënaqur me arritjet e cilësisë në komunën e Prizrenit? Po, në komunën e Prizrenit, pra edhe gjatë gjysmëvjetorit e parë, kemi pas vizita në për shkolla, po ashtu edhe tash veç kemi filluar vizitat dhe këtë gjysmëvjetorit e dytë do t'i shpeshtojmë edhe ma shumë vizitat në për shkolla. Dhe përmirësimi ose ngritja e cilësisë në për shkolla, në përgjithësi në Republikën e Kosovës, pritet si mas mendimit tim që të arrihet pas aprovimit të ligjit të ri
që veç është aprovue një draft veç ka kaluar dhe tash vetëm pritet aprovimin nga kuvendi, që në atë ligj të ri parashihet që sektori i inspektoratit tash është të ndahet në dy pjesë, të ndahet në sektorin pedagogjik dhe sektorin administrativ. Ku sektori pedagogjik do t'jetë ai sektor i cili do të përcjellë në vazhdimsi punën e mësim-dhënësve në përgjithëta shkollat fillore dhe të mesme. Në atë sektor pedagogjik si më herët do të përfshihen ekspertë të lajmime përkatëse. Për shembull, ekspert të gjuhës, ekspert të matematikës, ekspert të lanëve shkencore, ekspert të lanëve shoqërore kështu me radhë, apo arteve, të cilët do të thonë do të luajnë rolin njëjtë sikurse që kanë qenë dikur këshilltarët pedagogjik më herët në shkolla, dhe ky sektor pedagogjik pra vazhdimisht do të përcjell punën e mësimdhënësve në përgjithëta shkollat fillore të mesme të Republikës sonë. Natyrisht secila komunë do të ketë sektorin pedagogjik dhe sektori administrativ që do të jetë i përbërë nga jurist, i cili do të bën punën e vet nga ana juridike. Profesor, këtu a do të ketë të interesuar është për të ardhur, sepse në fakt deri më tani dihet se pagat janë mjaft të ulta brenda DK-s. Ka shi mësimdhënësve të tjerë. Po vërtet është ashtu, pagat janë mjaft të ulta brenda DK-s, brenda detyrës komunale të arsimit. Po shpresojmë se me këtë aprovim të ligjit me nivelizim do të bëhet edhe ky nivelizim i pagave, se përndryshe nëse nuk bëhet nivelizim i pagave, atëherë keni të drejtë që vështirë dikush për shembull që është ekspert i namis ta lej për shembull një pagë 600 euro dhe vije për 350 euro sa janë. Është e pamundur. Vërtet janë anomali të tilla se për shembull një zyrtar apo themi që konkretisht sekretari në detyrën komunale të arsimit merr pak 340 euro, ndërsa një sekretar tjetër që janë në shkollë fillore merr 450 euro. Po, që është domethënë dy fishi gati po. Që nuk është në rregull. Prandaj nuk është në rregull kjo, po shpresojmë që me këtë Po ç'është se shpejt po mundohem edhe 3 minuta të zonë shumë në fakt Komuna e Prizrenit ka dhe një veçori të veçantë. Fjala është për shembull bie fjala për komunitetin bosnjak, të cilët ndoshta me 1-2 nxënës detyrohet të jetë një normë plot. Si do të rregullojë këtë çështje me kusht që numri i normave të jetë përballë numrit të nxënësve? Po, edhe kjo është e vërtetë se kemi mjaft shkolla që janë në gjuhën bosnjake, ku numri i nxënësve është shumë i vogël. Po, ka raste 2, 3? Ka raste 2 nxënës, 1 nxënës, e kështu me radhë. Veç mund të përmendin, për shembull, më afër kemi shkollën e Lubishtës, ku në shkollë fillore të Lubishtës janë 16 nxënës, ndërsa janë 13 arsimtarë. Mos flasim dhe për shkolla tjera. Që do thotë shumë kjo, që i vi gati 1 nxënës, 1 mësimdhënës. Po gati 1 nxënës, 1 mësimdhënës. Edhe këto në paraqesin vështirësi në detyrën komunale të arsimit, që ne për shembull, kjo është një prej arsyeve, megjithëse ka dhe arsye tjera që po bëhet tejkalimi i normave tek ne për kësi raste, për raste të këtilla, dhe ne nuk po kemi mundësi se detyrë komunale e arsimit atëre me angazhu në për shkolla pedagog, psikolog, mjek, për shkak se veç kemi tejkalim të normave. E tejkalimi i normave atëre vjen nga kjo që ne kemi shkolla të tilla ku që përmend rastin më parshëm, edhe disa shkolla të tjera që kemi gati sa nxënës aq edhe mësimdhënës. Si vjetë profesorat do të organizohen vizita sistematike në shkolla? E disa është e detyrës së shëndetësisë, por bashkëpunimi juaj. Në bashkëpunim me ne, edhe këtë vit do të organizohet vizita sistematike në shkolla. Shka mbetën pa thonë profesor për t'i thonë edhe njerë të shikuesve nga brenda këtyre minutave tonë për këtë bashkëbisedim? Për këtë bashkëbisedim ne do të themi që veç edhe prej tash e tutje
do të angazhomi maksimalisht edhe ne si drejtori komunale arsimit, edhe drejtorët e shkollave, edhe gjithë mësimdhënësit, që të përmirësojmë sa ma shumë cilësinë në arsim. Nga se vetëm me përmirësimin e cilësisë në arsim, atëherë ne si kombë edhe si shtet mund të arrijmë diçka. Ne gjithë e dim që themeli një shteti, themeli një kombit është arsimi. Në qoftë se shkatërrohet arsimi, shkatërrohet kombi, shkatërrohet shteti. Për këtë arsye, gjithë duhet së bashku të angazhohemi edhe arsimtar, edhe drejtor, ne si do të i komunal arsimit, po edhe prind, që të kemi arsim sa ma cilësor, sepse këta fëmijë pra janë ardhmënia e jonë, është ardhmënia e shtetit, ardhmënia e kombit tonë. Këtë në funda mund të marrë një mesazh tuaj, profesor, për mësimdhënësit, për nxënësit dhe për shtetarët të cilët sonte ishin me ne? Po, për mësimdhënësit, pra kam një mesazh që secili le ta kryejnë punën e vet me nder, se është obligim që kemi ndaj shtetit, ndaj kombit, që çdo mësimdhënës ta kryejë punën e vet, të jep kontributin e tij maksimal. Për shkak se është obligimi ynë, arsimi është detyrë e shenjtë, prandaj edhe nuk duhet të kursej nga vetja që të jep maksimumin e tij në mënyrë që këta fëmijë tanë të jenë të afërt, të themi, ose të krahasueshëm me nxënësit e tjerë të rajonit. Profesor, faleminderit që ishit me ne, duke shpresuar se bashkërisht kemi bërë pak a shumë një njoftim të mirë sa i përket drejtorisë arsimit, punës dhe sfidave me të cilat natyrisht përballet drejtoria e arsimit, duke shpresuar se dhe në të ardhmen do të jemi së bashku. Miq të nderuar të televizionit Besa, kjo ishte intervista e javës me profesor doktor Zadin Shamsedinin, drejtori i drejtorisë arsimit, në prezantimin e emisionit tjetër të radhës, mi mbeshje dhe shumë të mira.